ju thoni, ai diskutojmë pikat A, pikat B, pikat C të ligjit, por ligji ishte edhe ai investimi strategjik. Ja dha Gjaçkës ju apo ja? E bëra unë, apo e bët ju? Ishte qeveria juaj, apo ishte qeveria ime? Ju e bët ligjin, edhe na shpjegua atëherë do tu tha, ligji strategjike, do ndryshoj Shqipërinë. Dhe pastaj pam gjitha. Pam Gjaçkën, pam pikën e vogël, pam portin e Durrësit, rjollin, janë gjitha skandale. Ju e bët. Më flet tani mua për realitet paralel. Jo, jeni ju në një realitet jo paralel, po më keq. Po pse o? Erion Veliaj është në burg. Po për to ligj është në burg, se ka shkelur ligjin. I keni bërë ligjet, i keni bërë ligjet për të vjedhur, dhe tani drejtësia po merret me ju. Jam unë apo jeni ju në një realitet paralel që nuk e shikoni? Belinda Balluku, që duhet të arrestoj, Spaku donte të arrestonte dhe ju votuat kundër. Shëndet Aulan, se naftohesh. Tani, Belinda Balluku, e mbrojtët ju apo jo? Donte apo jo të arrestonte Spaku dhe ju e mbrojtët? Jam unë apo jeni ju në një realitet paralel që nuk e shikoni? Po ata mira qytetarë që protestojnë, i shikoni apo se shikoni? Nuk i shikoni. Ku është tu? Realiteti është shumë i qartë. Është shumë i qartë. Ju jeni pasuruar dhe po pasuroheni. Dhe ajo që nuk u bën përshtypje, ju vazhdoni të bëni ligje dhe të zbatoni ligje për të pasuruar vetë. Mendoni se keni mbyllur, rregull, ligjin e bët, e keni teknikën se si t'ja merrni, do gjeni një prestanome, do ta hedhni në emrin e tij dhe do pasuroni prapë. Se kjo është arsyeja pse janë aty ata. Kjo është arsyeja pse njerëzit u ardhur majtundës. Pse nuk u shikojnë dot më me sy. Se ju ndjekin, dhe te partia juve, çfarë doni më shumë ju se kaq? Ju shkojnë te partia juaj. Akoma se kuptoni. Mjaft më, sepse njerëzit kanë kuptuar, drejtësinë e keni nga pas. Mjaft gënjyet, ose nuk u beson më njëri. Ti nuk e di ke vënë një në Spak apo jo. Po s'do çuditesha që një ditë shikoni me ty në Spak. Kështu që lëri pikat pika 1 e pika 2 e pika 3, po kujdesu nga Spaku, se me këtë ligj njerë është e sigurt që atje ke vendin. Këtu përfundon zhvillimi i interpelancës, zoti Balla. Qetëso. Ka mundësi të mbani pak qetësi, zoti Sheh? Mbarut interpelancën, lut. Minuta. Ka mundësi, ju lutem. Ju nuk e zbatoni rregulloren, se s'leni koleg pa përmend edhe në interpelancë. Ju lutem. Derisa të pushoj ai, unë nuk flas. Zoti Balla, keni fjalën për replikë. E kam me ata studentët atje të drejtësisë. E kam dhe me protestuesit. Kam një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Unë kam protestuar shpesh herë, madje shok, koleg, protestues më janë vrarë në krah. Po pyetjen që e kam për protestuesit është, djem dhe vajza protestues, agron shehaj, me çfarë mandati vjen në Kuvendin e Shqipërisë, t'ju përfaqësoj ju. Keni firmosur ju, protestues, një mandat përfaqësimi që ky hajdut të dhënash personale të vit ju përfaqësoj ju? Ky që ju ka vjedhur firmat, ju ka vjedhur numrin e telefonit, se gjoja, ky do të vinte dhe do të fliste, do të mblidhte 100.000 firma për të mbrojtur reformën drejtësi. Ky hajduti, këto të dhëna tuaja, numrat e telefonit, të dhëna tuaja personale, i përdor për qëllime partije. Tani prap, motra dhe vëllezër protestues, i keni dhënë ju një mandat për fajsimi këtij hajdutit dhënash personale që të vi në Parlamentin e Shqipërisë flasin emrin tuaj?
Dua një përgjigje, kush e përfaqëson? Po, jam shumë i sigurt se ti kur e ke provuar, ti nuk e mbledh 30 veta. Thirrë ti një protest dhe po i mlodhe ti vetë 30 veta. Vjen këtu ti na flet në emër protestuesve. Tani se ta marrin vesh kush është pronari i protestës. Del ti thua un jam pronari i protestës. Del ti Llapa thot jam un pronari i protestës. Del Arlind Sy Madhi thot jam un pronari i protestës. Tani ta marrin vesh kush është protesta është e njerëzve. Aty ka plot dje me vajza të cilët disa protestojnë për pelikanët, shumë e drejtë. Disa protestojnë për çështje tjetër, shumë e drejtë. Ti çfarë drejtje ke? Ti je një hajdut. Ti je një hajdut, ti je një gjobaxhi i që i vjesh bizneseve nga mbrapa dhe i thua bizneseve nuk ta përmend emrin, po mbjer kaq lek. I thua televizioneve, i thua ti gjobaxhi, gjoti gjobaxhi. I thua televizioneve, pse nuk më nxirrni mua në televizor? Ti je gjobaxhi. Kaq ka me ty unë. Pika e 6 e renditditës, interpelancë me Ministri i Infrastrukturës dhe të Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga deputeti Kliti Koti. Jo, nuk ka replik me replik. Interpelancë me Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga deputeti Gjingjoni. Të dy interpelancat kërkohen në përputhje me nenin 80 të Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores së Kuvendit. Dhe kanë objekt të njëjtë. Qëllimi i tyre është të jepen informacione dhe shpjegime lidhur me realizimin e projekteve infrastrukturore me rëndësi për qarkun e Shkodrës, si dhe të jepen informacione dhe shpjegime për projektet Milot Baldre dhe Milot Roshen. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 të rregullores. Zoti Shea, ju të rreq vëmendjen për prishjet qetësisë dhe mos zhvillim të seancës plenare. Zoti Hoti, keni të drejtën për të parashtruar interpelancën 7 minuta dhe më pas zoti Gjoni 7 minuta. Zoti Shea, ju lutem, Zoti Shea, ju lutem respektoni kodin e sjelljes. Zoti Shea, ju lutem, kur flisni ju rrim gjithë qenë. Ju lutem, nuk ka replik mbi replik. Ju lutem, Zoti Shea, ju lutem, Zoti Shea, zbatoni rregulloren, zbatoni dhe respektoni, ju lutem, qetësi si që dëgjojnë dhe ju. Zoti Hoti, keni fjalën 7 minuta. Respektoni kolegët, uluni ju lutem se ka kohën e tij. Si që respektuam. Uluni ju lutem. Opozit vazhdon. Edhe një herë ju tërheq vëmendjen zoti Shea, mos e prishni rregullin në parlament. Zoti Hoti, keni fjalën. Presim opozitën opozit. Përshëndetje, atëherë. Faleminderit zotën kryetare, zoti ministër, të nderuar qytetarë. Kam kërkuar këtë interpellancë sepse prej muajsh po përpiqem të marr përgjigje për disa projekte me rëndësi për qarkun e Shkodrës dhe për Veriun, dhe nuk kam arritur për mi marrë ato. Kjo interpellancë nuk ka lindur nga politika, por ka lindur nga heshtja dhe nga dhimbja e përditshme e qytetarëve të Veriut. Sot në këtë podium nuk jam vetëm unë. Jam zëri i banorëve të Shkodrës, të Tropojës, të Kukësit, të Lezhës, Puks, të Hasit, njerëzve djatha dhe të majt, demokratë socialista që shpresojnë njëjtën gjë, që të arrijnë në shtëpitë e tyre brenda një kohe njerëzore. Po flas për 4 projekte me rëndësi të madhe për qarkun e Shkodrës dhe për gjithë Veriun. Milot Baldre, hyrjen e Shkodrës me gjithë ujin e Baçallekut, si dhe rrugën e Dugaxhinit. Po flasim për projekte që ndikojnë drejt për drejt në jetën e 10 mijëra qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të gjithë Veriut të vendit. Për këtë arsye, që nga muaji janar jam drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës me kërkesa zyrtare për informacion dhe nuk kam marrë përgjigje brenda fateve ligjore dhe jam detyruar të drejtohem Komisionit për të drejtën e informimit. Të nderuar kolegë,
Problemi nuk është se ministria i përgjigjet apo jo një deputetit. Problemi është se qytetarët kanë të drejtë të dinë se çfarë po ndodh me projekte që prej vitesh premtohen, njoftohen, inaugurohen letër dhe vazhdojnë të mos përfundojnë. Duhet flas për 4 projekte konkrete. Duhet të dim ku janë këto projekte dhe kur do përfundojnë. Prandaj, zoti ministër, do t'ju kërkoja të japni një përgjigje të qartë me të dhëna dhe afate konkrete. Po, filloj me Milot Baldre, sepse ky projekt tregon më mirë se çdo projekt tjetër mënyrën se si trajtu projekte strategjike të veriut në gjithë këto